jemi detyruar të durojmë dhe kemi zgjedhur të durojmë në farë mënyrë. Këtë diferencën dua ta sqaroj. Kemi zgjedhur të durojmë, se këtu, kur të pyeta për vetdijen, unë këtu duhet të pra, kur ti durimin e kemi vetdije, e kemi një burim të caktuar, e kemi një referencë etike të caktuar. Po tani, durimin si produkt i marrëdhënieve të këtë këtyre konstrukteve e definon arsyeja e durëshmërisë. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe ekskluzivisht substanca, përmbajtja e durimit përcaktohet prej arsyeshmërisë tina. Dhe kjo arsyeshmëri vjen si rezultat i qëllimit për cilët na durojnë. Dhe nëse qëllimi jonë i durimit është bazik, rrjedh nga nevojat tona bazike të jetës tonë të përditshme. Shembull, të konkretizojmë të, mos bëjmë definime abstrakte, të konkretizojmë të. Ne jemi të uritur edhe hasim në ushqimin e dikujt tjetër, ne kemi nevojë me marrë atë ushqim. Mirë po fakti pse dikur të na godet, edhe do të na ndëshkoj për këtë, ne nuk e marrim atë ushqim, dhe kjo është një farë lloj durimi bazik, durimi domosdoshëm. Po kur durimi jonë rrjedh si rezultat i mendimeve, i botkuptimeve, i qëndrimeve tona të larta, të cilat kanë të bëjë me kuptimin e jetës, me kuptimin e krejt botkuptimin që rrjedh drejt neve, dhe këtu hyn në përdorim ndërgjegjja. Këtu hyn në përdorim ndërgjegjja, jo vetëm pse jemi të vetëdijshëm që mund të na ndodh pasoja, por jemi edhe të prekur nga ndërgjegjja. Atëherë kur jemi edhe të prekur nga ndërgjegjja, e kemi një lloj durimit matnol, që është një lloj durimit sublim edhe që rrjedh si rezultat, vjen si rezultat i marrëdhënieve të mira, i një personaliteti të formuar, i cili tashmë veç e ka kuptuar se durimi përveç se është shpëtim për veten, është shpëtim edhe për njerëzimin, edhe është mënyrë ideale e organizimit të jetës, jo vetëm personale, po edhe shoqërore.